unë sot problemin kryesor e shikoj vartësinë në të njëjtën kohë nga mediat elektronike, nga rrjetet sociale, pra nga pajisjet elektronike. Pra një person është gjithë ditën i varur pas një pajisje elektronike dhe këtu ka një snack, këtu ka një tas të madh me patatina, apo ka çokoladata, apo ka një pije energjike që nuk e kupton, pra adrenalina e lojës apo adrenalina e asaj çka po shikon në pajisjet elektronike e bën që të ushqehet dhe pamendje, të marrë shumë kalori, të marrë sheqer, përveç adrenalinës që i ka shkaktuar gjithë këto orët e gjata ndëndur këtu, bën pastaj që ne të marrim kalori, të merrem pije energjike, apo është edhe justifikimi pak i studentëve, sidomos në sezon që po marr pije energjike që të rri zgjuar, të rri më shumë. Nëse ne po themi marrim pije energjike, marrim produkte të tilla për të ndendur zgjuar, gjithmonë është parë që njerëzit të cilët kanë pjesën më të madhe të regjimit të tyre të dominuar nga pijet energjike, nga ushqimet e paketuara, duke qenë që kanë një deficiencë shumë të konsiderueshme të vitaminave dhe mineraleve të marrë nga regjimi ushqimor, janë më të prirur të bëjnë problematika të shëndetit mendor, që janë ankthi, depresioni, ataket e panikut e me radhë. Pikërisht, pra nëse ti merr një anamnezë të detajuar të këtyre personave, shikon që dominojnë regjimet ushqimore totalisht pashëndetshme dhe duke u fokusuar padyshim në pije energjike dhe në ushqimet e procesuara.